ka një element të jetuar në një vend që mbahet si kampion i demokracisë. Por në demokraci, një prej elementeve më të rëndësishëm për ta mbajtur demokracinë gjallë është kultura demokratike e një populli. Pra nëse ti nuk e kultivon kulturën demokratike të një populli, që ai të di ti nështroj, po themi, gjykimit të vet mbi bazën e këtyre parimeve të demokracisë, do të ndodhin gjithkohon të prodhosh deformime të caktuara. Prandaj ky diskutimi që është bërë pak për mua, sepse njerëzit e shohin si një gjë të së shkuarës. Po ndërkohë ka të bëjë me hierarkinë e vlerave që ndërton ti për të sotmen edhe për të ardhmen. Se janë themelet apo jo? Ku i ke vendos tabanin? Dhe kjo që thuani ju, kultura demokratike, çfarë është? Domethënë ne kemi vu mure dhe sot kjo kulturë na ka bërë që të gjykojmë njëri tjetrin, ti që je me Partinë Demokratike, unë që s'jam fare mas i parti, as më interesojnë fare partitë, por mos flasësh me mua se unë kam një simpati dhe mos vish në emision tim. Pra, ajo që thatë ju në Amerikë, kultura demokratike është dhe mrena familjes, domethënë janë burrë grup votojnë ndryshe, po prapë bashkëjetojnë bashkë. Dhe kjo vjen nga ajo që thatë ju pikërisht se kemi marrë këtë lloj kulture, ashpërsi, distancë, komunistët, është dhe qesharake. Fakti që sot ne akoma diskutojmë komunizmin, tregon atë që thatë ju që kemi bërë dekomunizimin. Prandaj edhe mendësia, edhe po themi shkulja e mendësisë, se nuk po vjen një term se duhet shkulur ajo mendësi. Pra kultura komuniste është që nuk e pranon tjetrin. Pra nuk e pranon mendimin e tjetrit dhe shkon deri aty sa ta zgjesosh fizikisht. Pra ta torturosh, ta diskreditosh, ta degenerosh, ti bësh gjithçka në familje. Ti heqësh personalitetin, ti heqësh integritetin, derisa ti heqësh edhe jetën. Sepse ai nuk mendon si ti, ndërkohë që kultura demokratike, pra nga këtu nis pranimi dhe diskutimi i mendimeve të ndryshme që po nuk bim dakord. Ti mendon që rruga po diun është kjo, unë mendoj që rruga është ashtu. Po nuk ka diskutim, pra ajo nuk është smundje mendimi. Pra këtë lloj kulture si do ta çojmë popull ne kur në parlament është kjo kulturë eliminimi nuk ka mundësi sot, po me pas ndorë njëri tjetrin e eliminojnë fizikisht.